Lëkundje të forta tërmeti janë ndjerë në qytetin e Tiranës, në Bulqiz, Burrel, Peshkopi, Elbasan dhe në zonat përreth. Aktiviteti sismik u regjistrua në orën 12:30 të së mërkurës dhe ishte me një magnitud 4.4 ball, shkalla Richter, dhe thellësi 10 km. Sipas të dhënave nga Instituti Gjeoshkencave, epiqendra e tërmetit ishte 9 km nga Bulqiza, 43 km nga Tirana dhe 22 km nga Peshkopia. Nga ora 8:20 deri në ora 12:30 që ka kulmuar me këtë ngjarje e fortë që është ndjerë nga shumica e njerëzve, janë regjistruar rreth 40 ngjarje nga këto ngjarje me magnitudë të vlerësuar nga ana jon magnitudë 4.4, është organizuar në veri perëndim të qytetit të Bulqizës, rreth 10 km në afërsitë të fshatit Vinjall. Lëkundjet e fuqishme kanë shkaktuar panik te banorët dhe nxënësit e shkollave, ku këta të fundit janë detyruar të ndërpresin mësimin. Deri tani nuk ka raportime për dëme apo të lënduar nga tërmeti.